Pas një karriere të gjatë në sistemin e drejtësisë, Shkëlqim Hajdari merr zyrtarisht detyrën si prefekt i Tiranës. Në ambientet e prefekturës u zhvillua ceremonia e marrjes së detyrës, ku e pranishme ishte edhe ministrja e brendshme Albana Koçiu, duke cilësuar prefekturën si bashkëpunimi për drejtimin dhe koordinimin e veprimtarive të gjitha institucioneve në rang qarku. Për prefektin Hajdari, ky mund të jetë i fundit funksion që do të përmbyll karrierën e tij. Do të jem prefekti i të gjithëve, i autoktonësve të Tiranës dhe i çdo qytetari tjetër. Në ushtrimin e kësaj detyre, ligji do të jetë busolla ime e vetme. Funksioni i prefektit të Tiranës do të jetë për mua më i bukuri, më i dashuri dhe më i përkushtuari. Ndoshta edhe i fundit. Që në ditën e parë të marrjes zyrtarisht të këtij posti, prefekti më i ri i Tiranës premton se dyert e këtij institucioni do të jenë të hapura për çdo qytetar. Zyra e prefektit të qarkut Tiranës do jetë e hapur për çdo qytetar Tiranës për ta pritur, për të dëgjuar dhe për të dhënë rrugëzidhje, dhe sigurisht e hapur për gjithë media. Që nga viti 1926, Shkëlqim Hajdari është i 30 drejtuesi i prefekturës së Tiranës, ndërsa një muaj më para i dha dorëheqjen si kryeinspektor i përgjithshëm.